E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish për të komentuar debatet dhe lëvizjet në fakt që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit sot, por janë lëvizje të cilat menjëherë tek publiku, pasi që publiku i di historitë, krijojnë pikpyetje shumë interesante. Tani, në çfarë dimensioni po mundohet që Miri t'i afrohet Selinës dhe a është kjo një plan i produksionit? Pas debati që Selin sot pati me Brikenën, Miri gjatë gjithë kohës ka qenë i heshtur në dhomën e ndenjës dhe qëndronte i ulur pranë Rogertit te koltuku në anën, le të themi, të majt nga kuzhina. Dhe në këtë pjesë Miri po dëgjonte me detaje të gjithë diskutimin dhe bisedën. Por që të binë sy të Selin, që Miri është duke mbrojtur Selinën dhe po i gjuhet Brikenës, Miri nuk reagoi gjatë kohës kur Selina nuk ishte në dhomë, gjatë kohës kur Selina pas debatit iku në dhomën e gjumit, por filloi që të reagon kundër drejt Brikenës në momentin kur Selin ishte ulur tek divanet pranë lorit kafe në dhomë që e kanë atë, domethënë atë pjesën e reklamës. Dhe Miri filloi debatet me Brikenën, debate normalisht të njëjtat që Brikena akuza ti ke fjetur me Selinën, ti ke përdor lojën vetëm me Selin, ti ke thënë në dhomën e rrëfimit që unë kam dashuri dhe ndjenja për Selin, ndërsa në anën tjetër Miri do të thënë të njëjtat gjëra me Brikenën që ti nuk e do Mateon etj etj. Tani, unë mendoj që debati mes Mirit dhe Brikenës pikërisht që ndodh edhe ditën e djeshme, edhe ditën e sotme në momentin kur Selina ka debat me Brikenën, është një debat që Miri t'i tregoj iniciale Selinës, kjo është mendimi im dhe analiza ime, që unë jam këtu për ty dhe nuk do t'jesh e vetme, sepse Selina është e vetme në të gjitha debatet, do me thënë e ka të gjithë shtëpin kundër dhe shëndritin që ne pretendonim që do t'a kishte si mikun e ti, si shokun e saj, por jo, do me thënë dhe a i kundër dhe si që duket Miri është duke bërë aktualisht edhe tani debat me Brikenën, vetëm e vetëm sepse është afër Selinës për t'i thënë që unë jam këtu me ty dhe unë jam në mbrojtje me ty dhe unë dua të kthehem në atë që ne kemi patur më herët, do të thënë atë afrimitetin që ne kemi patur më herët. Tani, a do t'i konvenonte Selin Mirit si lojtare? Me patjetër që po, sepse Selin Mirin e çon automatikisht në finale me kapacitetin që ka, me forcën që ka, me guximin që ka, do të thënë debate që i përballon në mënyrë të jashtëzakonshme, me artikulimin që ka në debate, është shumë e fortë, mund t'i qëndrojë debatit edhe 24 orë. Dhe mendoj që Miri ndërhyn në këto debate vetëm e vetëm që t'i tregoj apo t'i jap një senjal Selinës. Tani Selin këto gjëra po ta shikonit mirë, i shikon pak me bishta të syrit, por i shikon me këtë konotacionin që e them unë, jam i bindur, që do me thënë, edhe ajo e shikon që Miri nuk është se ka diçka me Brikenën, nuk është se ka një debat me Brikenën, por thjesht dëshiron që do me thënë të futet në këtë lloj diskutimesh, që Selin ta kuptojnë që Miri ka, do me thënë, emocione për të, edhe dëshiron që të rikthehet tek ajo. Tani ne kokën në zjarë nuk do vëm, mund të ndodhë që edhe mund të rikthehen të dy bashkë për lojën e tyre, por nuk do thotë që mund të rikthehen për emocion, por tek Miri është e dukshme që debatet të cilat i bën vetëm për të marrë vëmendjen e Selinit. Do të thënë Miri e shoh që e ka shumë të nevojshme prezencën e Selin në lojë. Dua të marr mendimin tuaj, do të thënë sepse të godasësh Brikenën kaq shumë, pas një debati që ajo në fakt nuk e pati me ty, por e pati me Selin, kjo tregon që ti akoma dëshiron që të kesh fokusin e Selinit në lojë. Jepni mendimin tuaj.